Nga viti 2026, qytetarët dhe bizneset e Tiranës nuk do të paguajnë më taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore. Sipas të dhënave, fundi këtij viti është edhe afati final që kjo taks është në fuqi. Lajmin e konfirmoi nënkryetaria e bashkisë Jonida Halili gjatë një interviste për emisionin E Zon. Në vitin 2026 nuk do të jetë më kjo. Këtë desha të pyesja. Pra nuk do të propozohet për të shtyrë sërish në fuqi? Jo, nuk do të jetë më. Ligji gjithashtu parashikon që një taksë e përkohshme mund të miratohet vetëm 2 herë dhe e ka plotësuar ciklin. Kjo taks nisi të aplikojë nga viti 2016 dhe sot, 9 vite më pas, zyrtarët e bashkisë thonë se ajo e ka përfunduar ciklin pasi një numër i konsiderueshëm objektesh arsimore janë rikonstruktuar. Kategoria e familjeve paguan 1.800 lek në vit, të ndarë në mënyrë të barabartë, 150 lek në faturën e ujit çdo muaj këtë taks. Ndërsa për kategorinë biznes, kjo taks nis nga 4.000 lek në vit deri në 37.000 lek në varësi të aktivitetit ekonomik.